dashuria është ajo, është dashuri në qëse ti e ndjen mungesën e personit. Në çdo rast, qoftë në gëzim apo në jetënim, apo në jetën e përditshme, edhe në kohën kur ti je angazhuar në punë, kur e ki e gjithë energjinë të definuar, do të thonë se duhet me kry qatë punëme, edhe ty e sheh se diçka po të mungon. Unë mendoj se ajo është dashuria. Okay. Edhe në qëfë se ti nuk e ndjen mungesën në çdo moment, në çdo rast, atëherë do më thonë është një dashuri interesi. Je me te sepse duhet me qenë, apo sepse po mi plotëson dëshirat, apo kushtet edhe. Do më thonë, unë atë nuk e qmoj si dashuri. Në qëfë se ti, do më thonë, e ndjen mungesën e personit, edhe e kërkon në çdo rast, edhe shes se e ke një boshllëk, një shpërthasi, ajo është dashuria. A ka, si mundon t'i valon për këtë që ka thot Lulja?